Ka do që është zhvilluar në emër të zhvillimi profesional të mësimdhënësve, përfshi edhe këto trajnime, janë në përfitim për ofertues të trajnimeve, jo në përfitim për mësimdhënësin. E keqja e trajnimeve është që ka do që është zhvilluar në emër të zhvillimi profesional të mësimdhënësve, përfshi edhe këto trajnime, janë në përfitim për ofertues të trajnimeve, jo në përfitim për mësimdhënësin. Edhe kjo me fajt të ministrisë, pasi që mungojna në një përcaktim të atyre prioriteteve për trajnime, pra nuk mundët gjithkush me ofru çfarë do trajnimi që dënë, veç pse është akredituar atje, po do të me ofru trajnime që në vërtet e prekin cilësinë e mësimdhënies. E këtu në vëmendje vë trajnime për metodologjitë mësimdhënies, trajnime për menaxhim disiplinës në klasë, trajnime për zbatim kurrikulës, trajnime për zhvillim të mësuarit aktiv në mësimdhënie, pra këto janë ato që neve gjykojmë janë më në prioritet se sa çfarë do të jemi tjetër. E kur ti përfundon në agjendën në prioritetet të trajnimeve të ofertuesit të trajnimit, normal që ti e ke këtë rezultat me shumë pak trajnime që në të vërtetë prekin mësimdhënien. Po edhe sikur të kishte trajnime, na nevojiten mekanizma që e matin impaktin e çdo trajnimi. Nuk mundesh me ofru një trajnim përjetësisht pa e mat në asnjë moment kush është impakti i tij në mësimdhënie. Na duhet me kthyer që ky trajnim që është i akredituar nga KSHLM-ja brenda moshtit, kush e ka, cilin impakt e ka, sa ka arritë na kthehet në performancë më të rritur të nxënësve në vlerësimin e brendshëm. Nëse tema ka qenë e gjithëpërfshirjes, sa e ka arrit ky trajnim rritjen e gjithëpërfshirjes ose çastet pedagogjike më gjithëpërfshirje të këtij mësimdhënësi që ka marrë pjesë në trajnim. Pra, tërçasja e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve duhet të bazohet në statistika në dana. Kjo është çaj interesi jon, edhe në bazë të saj e bëjnë zgjidhjen më të mirë të duhur për ato trajnime të cilat janë më në interes për mësimdhënësin dhe vetëm për nxënësin. Zguzojna me kthy në këta proces teknik ku ti merr pjesë në trajnime veç sa për me marr 200 orë trajnime për me apliku për licencë atje. Kjo duhet më largu. Incentiva e mësimdhënësit për pjesëmarrjen në trajnime duhet jetë zhvillimi i tij vazhdueshëm profesional. E kur ti ndjek vazhdimisht trajnime, dush me ndjek përfitimin në plotësim profesional pikëpari për vetë mësimdhënësin. Tani vinë këto tjera si incentiva, qoftë në rritjen pagë për ata që merr pjesë, qoftë në rritjen në licencë, që e sjell edhe rritjen në pagë. Pra, është kjo ndërlidhje një lidhje e ndjeshme, po që do të jetë e vazhdueshme në mënyrë që na më marrë mësimdhënës të motivuar për pjesëmarrje dhe zhvillim të vazhdueshëm profesional.